punune me dorë, që këto kuletin për shemb, zejtaria ka ra për tokë. Ja ke fillu veshje për kuaj, ja ka freni. Po, gjitha janë gati punume me dorë, kjo zeja jone vjetër ka qenë për veshje për kuaj, mas shumëti që kemë punu. Mirë po, me kohën, masi nuk punohet mo toka, edhe këto kanë ra pak, ka shqitën shumë pak, tash ku fillu punime prej lëkurës. Dhe më thonë, rrypat pantollave, rrypa për qenë, futrollat të ndryshme për ndërtimtarie, jo kuletat thjeshta, dhe më thonë punime prej lëkurës. Se zeja gati që ra, jo kjo zeja jonë, po gati gjitha zejat kanë ra. Kjo qashia madhe ka qenë stërmbushur me zeja. Mirë po, me kohën, gati 90% janë të mbylluna, zejtaria ka ra për tokë. Po, për rrypa, po, qanta pakës, se nuk kom edhe maqina duhet speciale për qanta, kuleta, mirë po i disa i bëj me dorë, punune me dorë, po ama shumë të tash rrypat pantollave, rrypat qanve, ka hinë motash edhe të majnë qanë për shpia, edhe punime prej do qanta për ndërtimtari, për mjetet punës, edhe ato paka shumë, ka kërkesa. Këtë zanat gati une prej fminis, dhe më thonë, shpaku të gjallë të 5 vjet i ka, se kom trashëgu prej babës, unë si fmi kom dalë në dyqan, e kom marrë zanatin prej babës, si kur 3 vllazë tjerë. Me pas mbështetje prej qeverisë, me pas mbështetje edhe prej qeverisë lokale, kur po vjen koha e votave, me i marrë votat gjithë për ngasin, a bohet me na prite, keme bo këta. Mirë pa vish fjalë të kota, për ndryshe kur farëndime s'kem pas, zejtaria kur farëndime nuk ka as për qeverisë lokale, as për qeverisë qendrore.